Nuk kemi pas mundësi të kemi komunikim të zakonshëm dhe të mirë me shumicën e ministrive, sidomos me zyrën e kryeministrit. Zërëreja ka injoru kërkesat e bizneseve edhe qytetarëve, me qenë se kemi pa edhe protesta qytetarëve, dhe ne do të përballemi edhe me këtë sfidë e cila nuk do t'i dhe lehtë as për biznese, po sidomos për qytetarët. Ne jemi duke shqu mundësi që edhe si biznese të padisim zërejen edhe do të kërkojmë nga kuvendi me konsiderime saj, sepse bordi i zërejes është i emnuar nga kuvendi, përkaq se është qeveria që është pushtet e emran bordin e zërejes, do të kërkojmë nga kuvendi që të merren masa ndaj zërejes. Çdo vonesë krijimin e institucioneve ndikon negativisht edhe te bizneset vendore, po edhe te huaja, sepse jep një pasiguri dhe shpresojmë që qeveria, kuvendi, shumë shpejt do të krijojë qeverinë, do të mblidhet me parlament dhe do të kemi mundësi të komunikojmë edhe të kemi një bashkëpunim më të mirë. Realisht ne kemi një qeveri në dorëheqje me të cilën mund të komunikojmë, por fatkeqësia ka qenë që edhe kur ka qenë qeveria në mandatin e plot, nuk kemi pas mundësi të kemi komunikim të zakonshëm dhe të mirë me shumicën e ministrive, sidomos me zyrën e kryeministrit fakt, sepse ai të gjitha i ka delegu të tjera dhe nuk kemi pas për 4 vite si dhome tregtisë pas, oda ekonomike e Kosovës nuk ka mujt me pas me aranjua një takim me kryeministrin për mi tregu shqetësimet. Që ne po shpresojmë që me parlamentin e ri dhe qeverinë e re, ky komunikim do të rritet dhe do të kemi mundësi të adresojmë dhjetra sfida që bizneset i kanë, po edhe mundësi që i kanë bizneset për të arritë bashkëpunimin edhe të rritë punësimin dhe mirëqenien e qytetarëve. Ne, si dhome tregtisë, kemi marrë edhe konferencë shtypje, edhe kemi dërgu kërkesë edhe kryeministrit, edhe zërejes, që të mos shtrejtohet rryma, që të shtyhet s'pakullve për një vit shtrejtimi rrymës, sepse do të ketë një efekt jashtëzakonisht të keq, sidomos të produsit vendor, po në përgjithësi edhe të bizneset tjera, sepse do të ndikojnë në rritjen e çmimeve në përgjithësi. Megjithatë, ajo nuk ka marrë parasysh dhe bizneset janë dokumentuar që të mos rrisin çmimet, të mos ndikojnë, por vështirësitë do të jenë të mëdha që të mos i rrisin dhe do të ketë impakt edhe në biznese, po sidomos te qytetarët që do të ketë rritje të shpenzimeve. Fatkeqësisht, kjo do t'i dëmtoj shumë, sidomos prodhuesit vendor, sepse ne kemi kërkuar që të ndahet tarifat për prodhuesit vendor, tarifat për furra, që të mos ndikojnë në rritjen e çmimeve, siç ndahen në vendet e tjera, domethënë mos jetë çmimi i njëjtë si për furra, si për markete, si për prodhuesit vendor, ata që ndikojnë në zhvillimin dhe mirëqenien e vendit, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur, nuk o marrë parasysh. Zërëreja ka injoru kërkesat e bizneseve edhe qytetarëve, me qenë se kemi pa edhe protesta qytetarëve, dhe ne do të përballemi edhe me këtë sfidë e cila nuk do t'i dhe lehtë as për biznese, po sidomos për qytetarët. Ne jemi duke shqu mundësi që edhe si biznese të padisim zërejen edhe do të kërkojmë nga kuvendi me konsiderime saj, sepse bordi i zërejes është i emnuar nga kuvendi, përkaq se është qeveria që është pushtet e emran bordin e zërejes, do të kërkojmë nga kuvendi që të merren masa ndaj zërejes, sepse këto do të ketë efekte negative vinë si rezultat i vendimit të bordit.